Na jena që i na angazhu e këna dhënë maksimumin. Unë e besoj që Zoti gjithë kujna ja e qenë derën e punës edhe të suksesit. Na veç duhem me ndjekë. Në një fshat të vogël të Vushtrisë, në Pantin nisi një rrugtim që më vonë do të shndrohej në një nga tregimet më frymëzuese të suksesit në Kosovë. Ishte viti 2008, një kohë kur ëndrat ishin të mëdha, por mjetet ishin të pakta. Dy vëllezër, Fatoni dhe Fidani, u nisën në një rrugë që nuk ishte e shtruar me siguri, por me besim të thellë. Dhe ai besim nuk vinte vetëm nga brenda tyre, por nga një zë i dashur që tashmë mungon, babai i tyre. Ai nuk u la pas as pas vdekjes, sepse kujtimi i tij, fjalët e tij të urta dhe shembulli i tij i punës e i ndershmërisë u bën gur themeli për gjithçka që ata ndërtuan. Ishte ai që u thoshte gjithmonë, nuk ka punë të vogël nëse bëhet me zemër. E zemra e tyre që nga dita e parë rahu për një vizion më të madh, për një biznes që nuk do të prodhonte vetëm mobilje, por krenari. Në fillim gjithçka nisi në një hapësirë modeste, me mjete të thjeshta dhe punë të palodhshme nga mëngjesi deri në mesnatë. Por për vëllezrit Hyseni, çdo copë druri ishte më shumë se material, ishte kujtim, trashëgimi dhe mundësi për t'i treguar botës se edhe nga një fshat i vogël në Kosovë mund të lind një emër i madh. Loni Dekor. Sot me mbi 200 punëtorë dhe një fabrik moderne që eksporton në tregjet evropiane, Loni Dekor është shumë më tepër se sa një kompani. Është një rrëfim për guximin, për kushtimin dhe mbi të gjitha për dashurinë ndaj rrënjeve. Sepse kur një ëndër mbillet me kujtimin e një babai dhe u jetet me mundin e bijve të tij, ajo nuk rritet vetëm si biznes, por si simbol shprehse për të gjithë ata që nuk dorëzohen. Rrugtimi jonë drejt kësaj pune ka fillu qysh herët me Fidonin, me vllahun, si 2-3 në shkollën fillore, deri sa kena rrinë vitin 2008 dhe kem fillu me Loni Dekorin me një diçka shumë të vogël, shumë familjare, i angazhu në maksimum. Edhe unë dhe Fidoni kam fillu sukseset, e Loni Dekorit ka fillu rritja, kam fillu idet për me kriju një diçka që në atë kohë asë nuk e kom imagjinu asë në qefet e mia. Diçka që më kujtohet mas shumë të janë fjalët të babës tamë që na ka inkuraru për me fillu me këtë biznes, se na veç e dishëm si punë kishëm punu ka pak diçka ma herët. Edhe gjithçka që ka ndodhur me Loni Dekorin më lidh me pjesën e babës tanë të ndjerë, i cili e ka pas një qasje të mirë të në kohë me vazhdu se është punë mirë, e gjani veten, edhe prej aty të kena fillu ka ecë shumë mirë, qau dasht prej neve, dasht angazhimi edhe vullneti i punës, po asnjëherë nuk kum paramendu ose kena mendu që një ditë Loni Dekor ka më ardhë edhe ka me kanë një diçka cila është sot. Pjesa e mobilerisë është një prej pjesa më të stresune dhe më të që dën shumë angazhim. Po
Ka pas shumë asje momentesh që ju konë shumë stresuse, shumë të ngarkune, për nesër me dalë mirë para dikuj që e ke marrë punën, para një klientit që ne ka besu punën eve. Loni Dekor është një familje e dytë për neve, një familje madhe, në cilën bojnë pjesë familjarë të mushtë mitë edhe stafi cili punon për Loni Dekorin. Jam shumë falenderues se mrena stafit na kena pas edhe kem shumë djemë të mirë, shumë punëtor që e kanë dhënë maksimumin e vetë për Loni me konë sot ai cili është. Unë menoj që raportet mes neve edhe stafit tonë janë shumë të mira që kisha dashur mu përmirësu hala, po nuk e di ku mënet me konë aja pika që mënet me shku më nalt. Jemi një ambient shumë të mirë me një staf që e jep maksimumin e vetë, shumë profesionist që e dën punën, e dën Loni Dekorin, është i lidhën shpirtnisht. Na përshëndetu me kolegë, me stafin tonë, sikur ti shumë konë dikun jashtë na njoni, na vizit largës si na pakas disa. Është atmosferë që është e përditshme. Kështu që jem shumë falenderues për pjesën e stafit cila është këtu, edhe kem prej atyne që nuk janë më pjesë e Lonit, që edhe ata i falenderoj shumë për atë pjesën e mirë dhe kontributin që e kanë dhonë sa janë konë pjesë e Loni Dekorit. Njën nga arritjet e rëndësishme të Loni Dekor është certifikimi me standardet ndërkombëtare ISO, duke përfshirë ISO 9001 për menaxhimin e cilësisë, ISO 14001 për menaxhimin mjedisor dhe ISO 45001 për shëndetin dhe sigurinë në punë. Këto certifikime dëshmojnë përkushtimin e kompanisë ndaj cilësisë, mjedisit dhe sigurisë të punëtorëve. E inovacioni në këtë kompani tani është mbreslënës. Nga një zyrë monitorohet procesi i punës në të gjithë sektorët, duke rritur jashtëzakonisht shumë eficiencën. Detyrat dhe përgjegjësitë e mia janë zhvillimet inovative, gjithashtu implementimi i teknologjisë në secilin departament të kompanisë. Një ndër projektet më të mëdha që kemi realizuar është krijimi i librarisë 3D me mbi afro 7000 produkte. Gjithashtu krijimi i postprocesorëve, gjë që e bën të mundur lidhjen direkte mes këtyre modeleve së bashku me ERP sistemin të cilin e kemi kriju. ERP sistemi është sistemi më i avancuar teknologjik brenda të industrisë së prodhimit drurit, gjë që na mundson nxjerrjen e kostës lëndës por gjithashtu edhe kostave operacionale. Ky sistem e pozicionon Loni Dekorin si kompani lider në tregun e industrisë, për arsye që jemi të parë në Ballkan për zhvillimin e këtij sistemi. Ky sistem na mundson eficiencë brenda prodhimit, monitorimin kohë reale të gjitha proceseve brenda fabrikës, gjithashtu edhe monitorimin e proceseve jashtë në terren. Kam pas privilegjin të punoj në Loni Dekor tashmë 7 vite dhe mund të them me krenari të madhe se kjo kompani është bërë pjesë e pandashme, jo vetëm e jetës profesionale, po edhe asaj personale. Këtu në Loni Dekor kam gjetë jo vetëm një vend pune, po edhe një familje, një ekip jashtëzakonisht profesionale, ku mund të them me krenari të madhe se puna në një ambient kaq profesional, edhe me teknologji kaq të lartë, më jep emocion edhe ndjenjë pakrahasueshme që çdo ditë unë më jap maksimumin tim në punë. Puna jam është një simfoni e përpjekjeve midis raporteve, analizave dhe strategjive që ndihmojnë ekipën për me vazhdu përpara rrugtimin sigurt. Kam besim plot që përmes këtij angazhimit përbashkët do të arrijmë të japim formë një të ardhmjeje futuriste për kompaninë. Është një ndjenjë e vëqeshme kur e kuptoj që puna që bëj këtu në kompani ka një impakt të madh në këtë mision. Unë pres me padurim që të vazhdoj rrugtimin me një ekip kaq profesionale, me qëllimin dhe vizionin që ta çojmë Loni Dekor në horizonte të reja dhe lartësi të reja në këtë industri. Përveç suksesit në tregun vendor, Loni Dekor ka arritur të eksportojë rreth 80% të produkteve të saj në tregjet ndërkombëtare, veçanërisht në Bashkimin Evropian. Kjo ka bërë që kompania të njihet si një ambasador i mirë i prodhimeve kosovare jashtë vendit. Hapja e këtyre dy fabrikave shënon një moment kthese për Loni Dekor, por nuk është i fundit. Kompania ka plane afatgjate për zgjerim të vazhdueshëm. Kanë kërkesë e klientave, nevoje tregut,
nevoje bashkëpunëtorëve të mi cilët na operojmë bashkë me ta. Të dy fabrika këtu, dy linia kanë për bazë edhe qëllim kryesor e kanë tregun e Evropës. Na veç derisa po flasim këtu, veç kanë fillu kontratat e para me sofat ma herët, me alumin dhe me plastik këtu ditë sa na kanë të punu, edhe qëllimi edhe synimi kryesor është tregu i Evropës.